Pas përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazanit, besimtarët musliman në Shqipëri kremtuan sot Fitr Bajramin Islam, një nga festat më të rëndësishme në kalendarin islam. Në kryeqytet, mijëra qytetarë u drejtuan që në orët e para të mëngjesit sheshit Skënderbej, ku u zhvillua ceremonia qendrore e faljes së Bajramit. Programi nisi rreth ajeteve nga Kurani dhe ligjëratën përkatëse, ndërsa më pas besimtarët kryen faljen e namazit të Bajramit në një atmosferë përkushtimi dhe qetësie shpirtërore. Ndërkohë, vizita tradicionale dhe pritjet e urimeve në selinë e komunitetit musliman të Shqipërisë vijojnë gjatë paradites. Në mesazhin e tij, kreu i komunitetit musliman shqiptar, Bujar Spahiu, theksoi rëndësinë e solidaritetit dhe ndihmës ndaj familjeve në nevojë, duke e cilësuar këtë festë si një moment reflektimi dhe bashkimi. Ai bëri gjithashtu thirrje për paqe, duke kujtuar situatat e vështira në zonat e konflikteve dhe vuajtjet e familjeve që përballen me pasojat e luftës. Fitr Bajrami shënon përmbylljen e agjërimit njëmujor dhe lidhet ngushtë me aktin e bamirësisë, ku besimtarët japin lëmosh për të ndarë gëzimin e kësaj dite me ata që kanë më shumë nevojë. Kjo festë vjen si një shpërblim shpirtëror pas sakrificës së Ramazanit dhe përçon vlera të forta të mëshirës, dashurisë dhe bashkëjetesës.